Lideri i opozitës Sali Berisha e cilësoi protestën e 10 shkurtit si shënjuese në histori për përballjen e shqiptarëve me regjimin diktatorial. Në konferencën me gazetarët, Berisha e krahasoi protestën e së martës në bulevard me 20 shkurtin e 91-shit, ndërsa theksoi se mesazhi i revoltës popullore është se triumfi përballë narkoregjimit është i sigurt. 10 shkurti i vitit 2026 do të shënohet në analet e përpjekjeve të shqiptarëve për liri dhe dinjitet kombëtar dhe njerëzor, si ngjarja më e rëndësishme e kryengritjes paqësore të shqiptarëve, rikthyen besimin e shqiptarëve në triumfin e tyre, në fitoren e tyre mbi narkoshtetin. Protesta e djeshme bini çdo shqiptar se fitoria mbi narkoregjimin është e sigurt. Kryedemokrati hodhi akuzat forta ndaj kreut të qeverisë për skenar të përgjakjes së protestës për të mbuluar skandalin me zëvendësin e tij, Belinda Balluku. Berisha publikoi provat që dëshmojnë se si qytetarët u dhonuan dhe goditën me plumbagome me qëllim asgjësimin e tyre. Edi Rama kishte përgatitur skenarin e gjakderdhjes. Për këtë qëllim ai kishte vënë në krye të banditëve me uniformë, kriminalin famzi Sokol Bishga. Ky urdhroi snajper të qellojnë 4 protestues. Ilir Tufi po filmonte në një kokë kur e godasin snajpert në ballë. Goditja me pluma gome në kokë provohet në shumë të raste vdekjeprurës. Shkon çfarë kafshërie. Urdhoni barbar. Këta janë të droguar, ta kanë humbur çdo gjë. Edi Rama donte gjak për të shpëtuar plaçken dhe Lubin. Berisha denoncoi edhe një tjetër skenar të qeverisë me efektivët e policisë, të cilët sipas tij u dërguan në spital pa marrë asnjë dëmtim. Siç i pat ju, u hudhin gaz policëve vet dhe i fusin ambulancë. Evidente, ta njoftonin se 7 policë janë në spitalin e traumës. Nuk kishte asnjë polic të plagosur. E gjithçka skenar, asnjë të gërvishtur. I kanë dërguar në spital vetëm për të plotësuar skenarin. Përveç gazit dhe ujit me presion, Berisha tha se policia përdori edhe mjete piroteknike për të sulmuar protestuesit. Dhuna policore nuk kurseu as gazetarët e deputetët e Partisë Demokratike. Sulmin ndaj këtyre të fundit, veçanërisht ndaj Bledion Allbatit e Zia Ismailit, Berisha e cilësoi si hakmarrje të pastër politike, ndërsa paralajmëroi Edi Ramën se do të mbajë përgjegjësi. Dhuna e egër e banditëve dje nuk kurseu deputet të Kuvendit Popullor. Para kamerave, vërsulën me urdhër goditën dhe keq trajtuar. Bledion Allbati, me urdhër të Edi Ramës, përpjekja për ta asfiksuar me gaz në fytyrë, për bën një krim të shëmtuar, një hakmarrje primitive të Edi Ramës ndaj deputetit guximtar. Berisha u ndal edhe tek procedimi penal i deputetit Belind Kolliçi për dhunë në protest, edhe pse ai nuk ishte në shesh, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë dërguar Belind Kolliçin se kanë nxitur dhunën, i cili në kohën kur zhvillohej protesta po drekonte me një kandidat për në Kongres të Shteteve të Bashkuara shqiptaro-amerikan në Michigan. Se çfarë mashtruesish ordiner të neveritshëm janë. Por këte kishin të para përgatitur. Kryedemokrati kishte edhe një përgjigje për Edi Ramën dhe ministren Albana Koçiu, të cilët pretenduan se efektivët e policisë u dhunuan nga protestuesit e opozitës. Jeni të pashpres, kjo është përgjigja ime ndaj tyre. Largoni sa më shpejt Ipni Dorheqen.